Filmi i Luizit dhe Kiarës presupozohet të ishte i mezipritur për publikun shqiptar, por ja që nuk ndodhi ashtu. Çifti famshëm ka hasur një lumë kritikash dhe komentesh negative në rrjetet sociale. Për Kiarën, të gjitha komentet negative vijnë nga një numër llogarish të rreme, të gjitha me qëllim për të sabotuar filmin. Në reagimin e saj, moderatorja u shpreh se po përballet me një sulm të organizuar nga profile anonime. Ajo shkroi: "Janë disa grupe të organizuara që mundohen të prishin postimet. Si nuk lodheni duke hapur accounts? Pse nuk shikoni punën tuaj? Nëse nuk ju pëlqen, mos e shihni." Duke vijuar me një tjetër reagim, ajo theksoi lodhje nga llogaritë anonime që krijohen me qëllim sulmi. "Nuk e di kush ka më shumë energji këtu, unë që bëj punën time apo adresat fake që krijohen çdo 5 minuta vetëm për të shpërndar vrerë." Kiara komentoi edhe faktin që shumë prej këtyre profileve nuk kanë identitet real. "Imagjino të mos kesh as emër, as foto, as identitet, por të kesh mendim për çdo gjë. Flisni, shkruani, shpikni, unë prap jam këtu me emër, me fytyrë dhe me jetë."